Në kohën e iftarit në sheshin e Pejës mbizotron një heshtje. Pejanët kryesisht çastet e iftarit i kalojnë në shtëpi pranë familjes, të bashkuar rreth tryezës, duke pritur ndezjen e kandilave e thirrjen e ezanit. E dikush tjetër duke pritur për të siguruar pitajkat e veçanta të Ramazanit. Ndërkohë, dikush tjetër po kujdeset që ushqimi të mos i mungoj askujt, as personave që nuk kanë në kujdesje askënd. Shoqata Bereqeti në Pej organizon iftare për njerëzit në nevojë përgjatë gjithë vitit, por me delikatesë këtë e praktikojnë në Ramazan. Kryetari i shoqatës Ermir Gega na tregon detajisht në lidhje me aktivitetet e kësaj shoqate e në veçanti rreth iftareve në pikën e Bereqetit në Pej. Në muajin e mëdhshëm të Ramazanit, shoqata Bereqeti karakterizohet me një ndryshim të orarit të ushqimit që i bëjmë për njerëzit të cilët kanë nevojë, të cilët janë të varfër dhe të cilët kanë kërkesa të shumta këtu. Për 300 persona përgatitur, ndonjëherë më tepër, 300-350. Gjatë muajit të mëdhshëm të Ramazanit edhe shpërndajmë edhe në Dardani, Cigë dhe në disa fshatra përreth, i çojmë ushqim do thotë për Ramazan. Ekipi ynë përcolli sot nga afër përgatitjen e ushqimit në pikën e Bereqetit. Zonja Sanie përgatit ushqim për 10 e qindra persona çdo ditë. Për fakti se me këtë veprim ajo shpreh altruizmin e saj, e bën që të mos e ndjej lodhjen as pak. Ne gjendem në kuzhinën Bereqeti në Pej. Ne përgatisim iftarin për çdo natë. Dhe tash ja kemi nisë pites. Këtu, kjo piten, tu e kemi qitë me pjekne. Një kilogram më shkon në gjez, një margarin, edhe një shmang, edhe jemi tu e përgatit. Këtu tash e kemi pilavin, këtu shkojnë 3 kila oriz, 200 gram perime, këtu i kemi kaqikat, këtu për çdo natë përgatisim tash 2 tepsinja i kemi kaqika, këtu kjo është çorb me kumpira. Me kumpira kjo bëhet me vigit, me mish. Me mish bëhet kjo. Kështu duket një sofër modeste e një dite Ramazani gjatë iftarit në shoqatën Bereqeti.